I tradhtuar dhe i kapur, u dorëzua në duart e njerëzve. Dhe aty, i rrahur dhe i poshtruar, mbajti mbi vete dhimbjen tonë. I sprovuar në çdo hap, ai nuk u tërhoq, por u dënua me vdekje. E gozhdua në kryshin e Golgotës. I braktisur nga bota, i lënë vetëm në errësirë. Dhe në atë kryqëzim, duke dhënë gjithçka, ai nuk pushoi kur së dashuri deri në fund. Dhe tani, ajo histori nuk mbaron në varr, sepse ai është ringjallur.